Gara për titull merr tashmë formë të plotë sepse janë caktuar edhe 2 çifte gjysmë finaliste, ku do të përballet Egnatia me Partizanin dhe gjithashtu Vllaznia me Dinamo Cityn. Përveç kësaj, luhet edhe finalja e madhe e Kupës së Shqipërisë më datë 1 maj, ndërsa një finale do të luajë edhe Tirana në garën për mbjetesë. Për diskutuar mbi të gjitha këto, kam kënaqësinë që sot në Sport News të kemi të ftuar special Sulejman Memën. Profesor, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me mua sot, është vërtet kënaqësi e madhe. Faleminderit edhe ju. Do të ndalemi tani te kampionati shqiptar, ku 4 skuadra janë në garë për titullin kampion dhe gjithashtu luhet edhe Kupa e Shqipërisë. A mendon profesor se arriti skema pritshmëritë e duhura apo duhet të ndryshojë për sezonin e ardhshëm, sepse përflitet shumë për një ndryshim? Ka kohë që njerëzit kërkojnë me fjalë që të ndryshojë kjo lloj skeme. Unë do kisha dëshirë që kjo lloj skeme të shtohet akoma më tepër me problemin e skuadrave që bëjnë pjesë me këtë superiorja. Po kanë dalë më të mirat, po ta shikosh ka 2 vjet që kanë dalë më të mirat në fazën finale, to 4 më të mirat. Edhe niset edhe nga shorti, unë e shoh shumë interesante edhe shorti që ka rënë me fjalë për kampionatin, to ndeshje që me të vërtetë do të jenë dinjitoze. Shpresoj që në stadium të jenë njerëz shumë sepse të ndihen mirë, të paktën me ndeshje si do dalin. Them që 4 skuadrat kanë merituar për të qenë aty, edhe pse Partizani me lëkundje në fund fare, por prapë me fjalë ndeshjen e fundit që zhvilloi me Elbasone, tregojmë që Partizani, edhe pse largimet i ka patur të mëdha dhe lojtarët kryesorë janë larguar me kohë, them që ka bërë mirë dhe në katë që nuk i dihet, se janë 2 ndeshje, edhe pse të favorizuara janë ato që janë klasifikim më mirë, po them që nuk i dihet. Faza e fundit do të jetë shumë interesante. Profesor, luajnë për herë të 7 në këtë sezon çiftet Egnatia Partizani edhe Dinamo City Vllaznia, duke përfshirë jo vetëm kampionatin, por edhe Kupën e Shqipërisë. Tani janë sërish në Final Four. A të duket normale? A ka dhe ndonjë efekt surprize tashmë në këtë pikë? Unë mendoj që nuk ka. Tash faza finale nuk do ketë surprize, edhe pse janë ndeshë shumë mirë njëra me tjetrën. Se luajtën edhe para pak ditëve bashkë. I bie që gjithmonë kur luajnë skuadrat e nivelit mirë, edhe pse luajnë shumë, po ta shikosh me fjalë niveli është më i lartë se kur në ndeshjet një vendit fundit me vendet e para që do kemi ne. Them që është interesante që duhet ndryshim për kampionatin që do të vinë. Shpresoj me fjalë që komiteti ekzekutiv dhe presidenti i federatës bëjnë këto ndryshime që do të përkojnë edhe atë dëshirën që ka opinioni sportiv. Ndërkohë, në Final Four luhet një tjetër muzikë, kështu shpreh trajneri Gega pas shortit që ra me Egnatian për në gjysmë finalen e Final Fourit, por pse është ndryshe ky takim, profesor? Sepse është një ndeshje. Se për më tepër Egnatia luan dhe për 2 rezultate, ka në favor të barazimit për sepse është një ndeshje. A kupton, po ka të bëjë edhe me anën psikologjike me fjalë. Them që ky është kampionati, vërtet janë këto ndeshjet, ato që duhet të fitojnë kampionatin, dhe me një ndeshje mund të dalësh në finale. Dhe një finale që po me një ndeshje është, mund të marrësh prapë me fjalë. Të 4-ta për mua janë garë edhe pse pak të avantazhuar, është Egnatia dhe skuadrat që kanë fituar më shumë, që janë në krye ose Dinamo që mund të jetë më e favorizuar se Vllaznia, ke klasifikimi. Them që do të jetë ndeshje shumë interesante. Shpresoj me vetë të jenë njerëz në stadium. Ato do ta bëjnë akoma më të rëndësishme. Pra, mes Egnatias dhe Partizani, ju thoni që Egnatia është pak më tepër e favorizuar. Është sepse ka një skuadër më të kompletuar. Pavarësisht se Partizani ka karakterin e vet, një karakter që normalisht gjithë jetën ka qenë skuadër e karakterit, skuadër luftarake, me Egnatin do të jetë më ndryshe, ndeshjet zhvillohen gjitha në stadium, aty ku cilësia është e mirë, dhe shpresoj dhe cilësia e ndeshjes të jetë e mrekullueshme. Profesor, çifti tjetër do të jetë Vllaznia Dinamo City. Pra, çfarë i mungon Vllaznisë për të fituar titullin kampion, sepse u bë shumë vite që titulli nuk shkon në Shkodër dhe duket si një tabu tashmë që s'po e thyejnë dot. A mund të jetë ky vit i dur edhe për shkodranët? Mendoj që po, edhe pse kam parë ndeshje me Dinamon me Vllaznin 4-3, që ishte ndeshja e fundit që patë edhe polemika në fund fare. Dhe Vllaznia i ka të gjitha mundësitë, nuk e di i ka të gjithë futbollistët në dispozicion, se ka të bëjë shumë me përzgjedhje që do vendosi trajneri, por nis nga ajo që kam parë kohët e fundit, Dinamo është skuadër më cinike. Dinamo me të vërtetë është skuadër furbo në kuptimin e shumë dinake nga mënyra si luan, ka dhe i trajner të mrekullueshëm si është Ilir Daja. E përmendë shumë bukur Dinamo dhe këtu doja të prekja pak. Luan në Kupën e Shqipërisë më datë 1 maj. 4 ditë më pas luan në gjysmë finale të Final Fourit. A mendon se do të ndikojë kjo, profesor? Mendoj jo. Nuk ndikon fare,
sepse çdo trajner ka dëshirën e vet, çdo klub ka dëshirën e vet. Është mirë kur i fiton të dyja trofet, një skuadër të fitojë të dyja trofet. Është mrekulli për klubin edhe përgjithësimi i fjalës kur një trajner i fiton të dyja garat kryesore që mund të ketë në Shqipëri, them që do të jetë mirë klubi dhe trajneri, po edhe futbollistët që kanë garanci dhe për të ardhmen. Edhe një pyetje fundit sa i takon çështjes së kupës, a mendon se Dinamo do të luajë, po themi, do të japi 100% e saj, pra fokusin kryesor te kupa, se në fundit e ka pak më thjesht kupën se titullin në këtë aspekt. Nëse do flasim, një ndeshje është kupa, ndërkohë që titulli çalon pastaj pak sepse është gjysmëfinalja dhe më pas është finalja e madhe. Shikoj, janë 3 ndeshje gjithsej. Këto 3 ndeshje, them që Dinamo nuk duhet mendohet shumë, i ka në përbërjen e saj, në rozën e vet. Trajneri Daja i ka provuar të gjithë, them që i ka të gjitha mundësitë, siç i ka dhe Vllaznia, siç i ka dhe Partizani, ndoshta Partizani pak më pak, siç i ka dhe Egnatia, kanë futbollistë cilësor, që po ta shikosh me fjalë, nuk do të ndikojë fare tek ndeshja e kupës dhe ndeshjet e kampionatit. Pak më përpara më thatë që ishte Egnatia dhe Dinamo pak më e avantazhuar, po themi, për të shkuar në finale. Nga loja që kanë zhvilluar, nga përmbajtja e lojës që ato zhvillojnë. Pikërisht. Por mes këtyre të dyve, kush e fiton kupën e Shqipërisë? Duke qenë se janë përballë tashmë me njëra tjetrën. Duket nuk mund të jap një parashikim të tillë, sepse nuk i dihet, këto ndeshjet finale janë finale. Finalen normalisht duke luajtur dobër edhe mund të fitosh. Mendoj që do të jenë ato trajnerë që do të luajnë mirë në mbrojtje, sepse mbrojtjet kanë shumë rëndësi për ndeshjet finale. Do të flisnim pak për Tiranën tuaj. Profesor, a e mendoje që Tirana do të vinte në këtë pikë të luante për mbijetesë, sepse kanë ato një finale shumë të rëndësishme ku do të luajnë për play-out ditën e diel ndaj Pogradecit? Tirana duhet ta kërkojë tek vetja në radhë parë që ka shkuar në këtë moment që është i vështirë për Tiranën, unë mendoj që është i vështirë, po është i kalueshëm për ndeshjet që do zhvillojë me Pogradecin, nuk kështu e mendoj. Unë pash Pogradecin sepse prej ardit më tepër në Elbasan, e pash edhe një skuadër që luan bukur futboll, kërkon me fjalë për të bërë futboll të bukur, nëpërmjet kombinacioneve, me futbollistë që ndoshta nuk i di me emër se kush janë, po pash një numër 11, edhe pse nuk ka forcën e duhur për të përballuar 90 minuta, që ishte shumë inteligjent i Pogradecit, që luan mes ushor nga krahë e majt, me një portier, me një mbrojtje të organizuar në mënyrë perfekte, me një portier që me parametrat që kam parë me atë portier dhe një ndeshje tjetër që luajti me Burrelin nëpërmjet televizionit që e pash, them që është një portier i mirë. Duke bërë diferencën Tirana dhe Pogradeci, mendoj që Tirana është shumë më tepër e avantazhuar. Edhe pse është një ndeshje vetëm. Pra tifozët bardhë e blu, duhet ta kenë do pak frikën për këtë ndeshje? Se në fundit 90 minuta, profesor, kemi parë surpriza shumë të mëdha. Do të jenë të përkupuar, jo tifozët, por dhe vetë stafi i Tiranës, do të jetë i përkupuar, që 90 minuta do të jenë shumë kujdesme. Se kam parë një skuadër të Pogradecit mirë organizuar në veprimet e mbrojtjes. E thash pak më përpara që me mbrojtje të mirë ti mund të fitosh edhe ndeshje. Duke qenë edhe një ndeshje, do të jetë shumë i kujdesshëm. Ndërkohë kjo është një ndeshje shumë e veçantë edhe për Ard Memën, pinjollin e familjes Mema. Profesor, kush mendon se do t'ja dalë, Ardi apo Tirana? Se duket sikur është pak pyetje e vështirë për ju. Ardi ka bërë skuadër, ka bërë punë të mirë. Nga ajo që kam parë një ndeshje në Shijak, kur kam qenë i pranishëm ndeshje për ta parë, edhe kjo që pash në fund fare, ato që kam bik nëpërmjet televizorit, skuadra ka evoluar shumë. Me fjalë, i referojmë asaj që kam parë tek ndeshja dhe mënyra si kërkon për të luajtur Pogradeci, kërkon për ta shfryzuar maksimalisht kapacitetet që ka brenda skuadër dhe përmenda një mbrojtje shumë solide, shumë të qartë, dhe mbi të gjitha këtë futbollistin intelektual që unë mendoj edhe pyeta për atë futbollist, parametrat fizik nuk i ka të mirë, po parametrat intelektual për një futbollist që do të luajë futboll, di të luajë futboll, do t'ia vështirësoj pak punën Tiranës. Them që është avantazhuar shumë Tirana. Profesor, faleminderit shumë që ishit sot me mua Sport News, ishte vërtet kënaqësi.